Fillimisht, le të kuptojmë që zgjedhjet në SBA janë ndër më të vjetrat në botën politike, që organizohen bazuar në kushtetutën meunike, e cila ka vetëm 7 nene, dhe me një sistem demokratik që ka evoluar ndër vite, dekada e shekuj. Që nga 1789, zgjedhjet në SBA kanë pësuar ndryshime të shumta, duke përfshirë edhe në zgjerimin e spektrit elektoral të popullsisë në këtë proces, me drejtën e pjesëmarrjes së grave dhe minoriteteve, në drejtën për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Pra, parimet e kushtetutës të sankcionuara në preambul, asnjëherë nuk janë devijuar, por gjithmonë janë përshtatur me zhvillimet e kohëve. Shpreha, ne populli i SBA-ve, përmes demokracisë së drejtë fillimisht, pastaj edhe përmes demokracisë përfaqësuese, i kanë mbajtur mirë deri në ditët e zgjedhjeve të sotme, që po konsiderohen si më të ashpra të ndërmjet. Por për drejtësinë, për paqen e brendshme, për mbrojtjen e përbashkët, për mirëqenien e përgjithshme, për sigurinë e njerëzisë, për veten e tyre dhe të brezave të ardhshëm, për shtetin e vet të madh me 50 shtete, por edhe për botën mbarë, për të mos u zgjatur më shumë.